Dhe unë e lexuan dhe gjatë reklamave dhe duhet ta them që analistët kishin nxjerrë një përllogaritje të thjeshtë. Pra, në qoftë se do blinim një makinë 50.000 euro në Amerikë, tani do duhet të paguajmë 12.000 apo 11.000 dollar taks, në qoftë se vendoset 20% i taksës. Flasim për mallra të më të prekshëm sepse janë automjetet, çeliku etj. Po janë ushqimet. Çfarë do të thotë një taks 20% për shembull në parim? Ai del sot dhe thotë do ta vendos. Unë besoj, edhe nga ajo që lexoj dhe mundoj ta lexoj me kujdes, problemi më i madh i presidentit Trump është përdorimi i asaj që ne i themi game theory, teoria e lojrave. Ai po përdor principet e biznesit në geopolitik. Është shumë e vështirë, sepse po ta shikoni, reagimi është zinxhir. Por ndërsa reagimi është zinxhir me të drejtën e mbrojtjes, në ekonominë globale, sa më shumë taksa dhe kundër taksa për tarifë, sa më shumë tarifa dhe kundër tarifat vendosen, aq më i madh është efekti negativ që godet fuqinë blerëse, që ushqen inflacionin, ushqen stagflacion dhe recesion. Dhe pasaj pasojat ne kemi parë në krizat e tjera. E kuptoj, Kina, ku është Kina në këtë mes? Mundet që Kina të filloj të pushtoj botën, të pushtoj këto tregje, apo? Një analizë është që tregja e Amerikës nga ajo që ne i quajmë soft diplomacy, nga diplomacia e butë, me reduktimin maksimal të usajdit, do krijojë akses më të madh për diplomacinë kineze për të rritur influencën që dhe tani e ka të madhe, sidomos në vende në zhvillim ku ajo ka dhënë kredi pa kushte, kredi jo cilësore, ku ka dhënë çdo regjimi sado diktatorial, ka shitur kredi, me idenë që të marrë akses në burimet natyrore. Tani në luftën e tregjeve patjetër që edhe Kina do reagoj, patjetër do reagoj Kanadaja. Është Britania e Madhe, është Europa. Pra, numri i vende dhe masia e tregjeve, të cilat do të reagojnë ndaj tarifave doganore të presidentit Trump, do të jetë i madh dhe me pasoja negative. Unë mendoj që presidenti Trump ka treguar që sot në mëngjes do ta vendosë të tarifë. E kuptoj. Pastaj thotë kushtozova, nëse ata pranojnë kriminalët, unë nuk e vendos. Tani tarifa, o është argumentuar nga pikpamja ekonomike, ose është argumentuar. Nëse e përdor tarifën. Pra, nëse e përdor, si të thuash, proteksionizmin në ekonominë tënde, në koncept të sigurisë kombëtare, për shkak se proteksionizmi shkatron ekonominë, ti humbet të dyja. Edhe mundësinë për të mbrojtur, edhe sigurinë tënde kombëtare, edhe rënien e influencës në geopolitikën globale. Në fakt, një rend i ri ekonomik dikton një rend të ri botror? Unë besoj se patjetër që ne duhet të respektojmë atë që ka thënë ish sekretari i shtetit amerikan, Kissinger, një nga diplomatët sekretarët e shtetit që ka bërë histori, i cili thotë që çdo shekull ka perandorinë e tij. Dhe duket që pesha specifike e Amerikës, po ose pretendon të jetë vetëm fuqi globale, vinë në rënje, nuk vinë në rritje. Dhe unë shpresoj që në një ristrukturim pak më të qetë, pasi të kaloj kjo testi i luftës tregtare, Amerika duhet ta shikojë Europën si një partner strategjik. Sepse normalisht është partneri certifikues. Nëse është prapa ajo teoria tridimensionale ose trekëndore e diplomacisë, në Amerikë të gjithë janë të bindur që armiku më i madh i të ardhmes të Amerikës është Kina. Dhe në këtë këndvështrim në geopolitik, Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen të përgdhelin Rusinë. Përkohësisht. Është Ukraina në mes, por pritet për Jo, edhe kështu në këndvështrim afat gjatë. Por edhe pse presidenti Trump premtoi që një ditë pasi të vijnë pushtet lufta do mbarojë në Ukrainë, jo vetëm që nuk ka mbaruar, por u rrit agresiviteti me cilën po komunikon tani presidenti Trump me presidentin rus. Megjithatë, duke kërcënuar me tarifa deri 50% të naftës, të vendosësh një tarifë 50% për naftën, pasi është nafta ruse, apo nesër me Iranin, apo me të tjerë, me faktor kryesor në ofertën globale të naftës, do të rritet çmimi dhe kriza e viteve 70 ishte kriza e çmimit të lartë të naftës.